Në lagjen zinxhira të qytetit të Gjirokastrës ka nisur zyrtarisht puna për investimin e shumë pritur të rrugës Baba Selimi. Kryetari i bashkisë, Flamur Golemi, ishte i pranishëm në kantier për të ndjekur nga afër fillimin e punimeve. Sipas tij, kjo zonë që më parë ishte informale, do të transformohet plotësisht duke përfituar nga një rrugë me standarde bashkëkohore dhe infrastrukturë të re. Fillojmë në fund edhe rruga Baba Selimit. Jemi në kantier, ne kemi filluar 118, në lagjen zinxhira dhe SMT në fakt, në një lagje informale, në një rrugë alban që kishin vite që kërkonin dhe banorët e zonës. Ne kemi ndërhyrë në fakt me beton, kemi ndërhyrë në infrastrukturë me ndërgjim sa mundemi, po këto janë ndryshime dhe këto janë ndërhyrje rrënjësore që do ngele. Në një rrugë që është 700 metra në distancë. 6 metra është asfalt, nga 50 janë kunetat dhe nga 2 metra është trotuari. Dhe gjithë rruga shkon të 11.8 metra. Afati punimeve sa shkon? Afati punimeve është 9 muaj. Për sa do ta bësh? Ne themi maksimumi 6 muaj. Ky projekt do t'i përfunduar, po, e sigurt. Si ke qenë? Mirë. Do të bëhet lagje tani me më pritet pak, po i duruar i fituar. I duruar i fituar. Falenderoj. Rruga e re do të ofrojë siguri më të madhe, qarkullim më të lehtë dhe një cilësi më të mirëjetese për banorët e lagjes. Ky projekt është pjesë e angazhimit të Bashkisë Gjirokastër për të sjellë investime konkrete dhe të prekshme për qytetarët, duke e bërë qytetin më modern dhe më funksional, pa lënë pas nevojat e komuniteteve lokale. Me rrugën Baba Selimi, Gjirokastra ecën përpara drejt një zhvillimi të qëndrueshëm dhe përmirësimit të kushteve të jetesës për banorët e saj.